janë caktuar që të mbahen fjalët përfundimtare. Mund të jetë afate kohore kur gjykata mund të dalë me një vendim. Mbrojtja përmes këtyre deklaratave të cilat do të kenë një peshë të madhe. Dëshmitarët e mbrojtjes e shkatruan, si të themi, narrativen që ka ndërtuar Prokuroria Speciale. Pas më shumë se 50 proces gjyqësor ndaj katërshës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke se është afruar fundi. Tashmë kur në fillim të muajit shkurt janë caktuar seancat për fjalët përfundimtare në rastin e ish-krerëve të UÇK-s, muaji prill dhe fillimi i muajit maj 2026 po shihen si afate optimale që trupi gjykues të nxjerrë aktgjykimin e shkallës së parë. Monitorues të këtij procesi gjyqësor vlerësojnë se gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve ka qenë proces i gjatë dhe i përcjell me mungesë transparence për shkak të numrit të madh të dëshmitarëve të ZPS-s që u dëgjuan në seanca të redaktuara apo edhe të mbyllura për publikun. Ka qenë një gjykim maratonik i cili ka zgjatur përafërsisht 5 vite. Gjatë këtyre viteve sigurisht që ka patur edhe sfidat, ka qenë edhe periudha e Covidit, më pastaj ky proces ka patur mjaft edhe seanca të redaktuara për publikun, pasi që rreth 50% të dëshmitarëve kanë qenë dëshmitar të mbrojtur, të themi, të prokurisë, dhe se shqyrtimet gjyqësore kur janë dëgjuar këta dëshmitar kanë qenë të pjesërisht apo kryesisht të mbyllura për publikun. Sigurisht që kjo ka ndikuar edhe tek cenimi i transparencës dhe publicitetit. Tani rasti ka ardhur në përfundim të procedurës, deri në 17 janar, nëse nuk gaboj, janë ato procedurat ku mbrojtja dhe palët tjera duhet t'i paraqesin dosjet përfundimtare, më pastaj me 9 shkurt deri me 13 shkurt 2026 janë caktuar që të mbahen fjalët përfundimtare, dhe pasi që të përfundon kjo procedurë me fjalët përfundimtare, trupi gjykues brenda 3 muajve duhet ta shpallë aktgjykimin. Sigurisht që diku nga fillimi i muajit maj të vitit 2026 pritet të shpallet aktgjykimi i shkallës së parë në rastin kundër Thaçit dhe të tjerëve. Por në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se muaji mars dhe prill mund të shënojë momentin kur gjykata speciale do të zbardhë vendimin e saj të parë ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Me vetë faktin që gjatë muajit shkurt është paraport, do të thotë fjalët mbrojtëse qoftë prokurisë, qoftë të avokatëve mbrojtës, unë besoj që muaji mars, muaji prill mund të jetë afate kohore kur gjykata mund të dalë me një vendim, do të thotë, lidhur me rastin, me fjalë për flasën e shkallës të parë. Në shqyrtimin gjyqësor ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryekuvendarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish-deputetit Recep Selimi, i cili nisi në prill 2023, u dëgjuan 125 dëshmitar të zyrës së prokurorit të specializuar, ndërkaq 117 të tjerë dorëzuan dëshmitë e tyre me shkrim dhe 2 dëshmitar të mbrojtjes së viktimave. Ndërkaq në fillim të muajit shtator nisi dëgjimi i 7 dëshmitarëve të mbrojtjes. Në mesin e tyre ishte edhe ish-ndihmësi sekretari amerikan i shtetit James Rubin, generali amerikan në pension Wesley Clark, i cili udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër çoqeve ushtarake serbe me 1999. Mbrojtja përmes këtyre deklaratave, të cilat do të kenë një peshë të madhe të vlerësimi i kredibilitetit nga trupi gjykues, kanë dashur që të tregojnë të kundërtën nga ato që ka paraqitur prokuroria. Deklaratat e këtyre dëshmitarëve, të cilët kanë qenë të kyçur drejt për drejt me zhvillime gjatë vitit 98-99, sigurisht që do të kenë peshë dhe njohuritë e tyre dhe deklaratat e tyre lidhur me organizimin e UÇK-s, lidhur me përgjegjësitë apo jo përgjegjësitë të Hashim Thaçit dhe të tjerëve, do të vlerësohen nga trupi gjykues. Që fatkeqësisht kjo gjykatë nuk është që ka qenë në transparencë të plotë, në transparencë në çadër procesit gjyqësor, sepse në numër i madh i seancave ka qenë mbyllur për publikun dhe për shoqërinë civile. Ajo që tash besoj në fund procesit kur edhe mbrojtja, edhe prokuroria, edhe mbrojtësit e viktimave kanë dhënë deklaratat dhe fundi i procesit, mund ta themi me kompetencë pa ndërhyrë në proces, është fakti që prokuroria mund të themi që
ka ngritur një akt akuzë jashtëzakonisht shumë të dobët, ka pasur një përfaqësim të akt akuzës shumë të dobët, e cila pastaj në rastet e caktuara kjo kualiteti i dobët i akt akuzës është munduar të kompenzohet me një qasje agresive nga ana e prokurorëve. Kualiteti, integriteti, kredibiliteti i mund të themi dëshmitarëve të prokurorisë ka qenë një niveli, mund të themi shumë të ulët në raport me kredibilitetin, integritetin e dëshmitarëve në këtë rast të mbrojtjes. Dëshmitarët e mbrojtjes e shkatruan, si themi, narrativen që ka ndërtuar Prokuroria Speciale në akt akuzë lidhur me atë se kush ka udhëhequr Mbështetjen Qëllimtare të Kosovës, ku do të thotë në këtë rast prokuroria ka quajtur Hashim Thaçin në akt akuzë si komandant të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Ish krerët e Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hagë nga viti 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm mbi akuzat që i ngarkon zyra e prokurorit të specializuar. Sipas akt akuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.